إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رافضان për komentimin e librit të Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah, tre themelet dhe argumentet e tyre. Edhe kësaj radhe me komentimin e Sheikhut djetarit të madh Muhammed Eman el-Jami rahimahullah. Në fillim do ta lexojmë biografinë e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit edhe biografinë e komentuesit të librit Sheikhut Muhammed Eman el-Jami rahimahumullah, të dhëna prej atij që e ka mbledh këtë komentimin edhe e ka shkruajt, edhe ai është Mahmud ibn Ibrahim at-Tarablusi hafidhahullah, edhe më thënë Allahu e ruaj dhe është përbleft në të mira për këtë punë që na ka bërë dhe na ka ofruar neve. Në fillim pra e ka dhënë biografinë e Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah. Edhe thot, emri edhe preardhja e tij. Ai është Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulejman ibn Ali ibn Muhammed ibn Ahmed ibn Rashid ibn Buraid ibn Muhammed ibn Mushrif ibn ose Musharraf ibn Umar ibn Wahb ibn Tamim, dhe më thënë është prefisit Banu Tamim ose Tamimi. Ka lind në vitin 1115 Hijri në qytetin Ujejna. Edhe ka lind, dhe më thënë, në një familje që ka pas respekt, një familje fisnike edhe familje e diturisë dhe fetarisë. Baba i tij ka qenë dietar i madh, kurse gjyshi i tij Sulejmani ka qenë është qujtë, dhe më thënë, dietari i Nejdit në kohën e tij. E ka mësu Kur'anin përmendsh përpara moshës 10 vjeçare, edhe ka mësu fikh, dhe më thënë, të dietarët e asaj kohe dhe ka arrit një hisë shumë të madhe të diturisë. Kështu që baba i tij, do thotë, e ka pëlqyer shumë, i ka pëlqyer se ka memorie të fortë, edhe e ka nxitë edhe më shumë, më thënë, që të mësoje. Ai gjithashtu ka lexuar shumë librat e tefsirit edhe hadithit, edhe është, të më thënë, me seriozitet i është dhënë kërkimit diturisë ditën e natën. Ka mësuar përmend shumë tekste të shkencave, të më thënë, ata janë tekste themelore të shkencave të ndryshme që janë shkruar në formë të poezive. Edhe gjithashtu ka hetë shumë, ka udhëtu, do të thotë, për kërkimin e diturisë. Ka shku së pari në Ahsa, edhe aty ka mësuar te dietarët e Ahsas, në mesin e cilëve Sheikh Abdullah el-Fejruz, edhe Ebu Muhammed el-Kafif, Sheikh Abdullah ibn Abdul Latif el-Qadi, edhe mas këtinve ka shku në Mekke dhe në Medinë. Ka lexuar gjithashtu te dietarët e Medinës, në mesin e të cilëve dietari i madh Sheikh Abdullah ibn Ibrahim el-Shimneri, si dhe te i biri i tij, që ka qenë dietar në Faraid. Faraid është shkenca e
më thënë ndarjes së trashëgimisë. Edhe kjo është një shkencë e madhe, e rëndësishme edhe gjithashtu shumë e vështirë. Ai e ka pas emrin Ibrahim al-Shimmeri, edhe ka shkruajt një libër Al-Adb al-Fa'id fi Sharh Alfiyat al-Fara'id, domethënë për këtë shkencë që e përmenëm. Edhe këta e kanë njoftu me djetarin muhadithin e njohur në atë kohë, Muhammad Hayat al-Sindi, tek i cili ka lexu, domethënë edhe ka mësu për shkencat e hadithit, për transmetuesit edhe për transmetimin, edhe ai i ka dhënë leje gjithashtu të transmetohet prej tij këto librat e hadithit që i thonë Ummahatul Kutub, edhe ata janë sikur 6 librat e njohura, domethënë Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunenet e Abu Dawudit, Nesaiut, Tirmidhiut edhe Ibn Majahs, gjithashtu Musnedi Imam Ahmedit, Muwatta Imam Malikut edhe Sahih i Ibn Hibbanit. Domethënë ai ka dhënë leje që t'i transmetohet prej tij. Pas kësaj ka shku në Irak edhe ka mësu të djetarët e Basrës. Imam Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu i ka dhënë të thotë një kuptim edhe mensuri, inteligjencë, domethënë të rrallë. Edhe gjithashtu është dhënë shumë pas leximit edhe hulumtimit, si dhe shkrimit. Edhe çdo herë kur ka dëgjuar dhe një dituri të re, edhe dobi prej dietarëve, e ka shkruajt, domethënë nuk e ka lënë t'i hike pa e shkruajt. Kështu që mesin e aty në çka i ka shkruajt janë edhe shumë libra të Ibn Taymiyes edhe të Ibn Qayyimit, se në atë kohë nuk ka pas, domethënë botim, edhe libra të botume, po shumica janë transmetuar kështu me shkrim, mes nxënësve të dijes. Disa prej dorëshkrimeve të tij, që i ka shkruajt krejt librat e Ibn Taymiyes, Ibn Qayyimit edhe të tjerëve, akoma gjenden nëpër muze. Tjetra temë është thirrja, daveti i tij. Në atë kohë, duhet me ditë se si ka qenë gjendja e muslimanëve në atë kohë, si Najd, ashtu edhe në përgjithësi në botën islame, domethënë shumica e muslimanëve ka ngavny, kanë besundu bidati, shirku edhe bestytnit, domethënë në akide, si dhe ignoranca edhe mos njohja e fesë drejt. Nejdi ka qenë imbushur me varre, drunj, gur, edhe kështu vendet ndryshme, tyrbe, e kështu me radhë të cilat janë adhuru përveç Allahut. Edhe, domethënë te ato vende, njerëzit ju kanë afru atyre me ibadetet ndryshme si kurbane, ose dhurata, ose nedhër, ose të ngjashme. E njëjta ka qenë edhe në Hijaz, ose nëse s'ka qenë edhe më tepër, domethënë Hijazi është rajoni që përfshin Mekën, Medinën, Taifin edhe Xhidden. Edhe aty ka pas gjana të tilla si dhe në Yemen, shumë. Këtë situatë kanë përmend dietarët e historisë, domethënë të asaj kohe, siç është Ibn Khanami edhe Ibn Bishri, edhe të tjerë. Në këtë rrethim, në këtë mjedis, domethënë të errët, ka dalë thirrja e Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah, domethënë përmes të cilës ai e ka ngrit zërin kundër shirkut edhe bidateve, duke i thirrë njerëzit në tauhid, për të cilin Allahu e ka dërgu pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kuptohet se gjatë kësaj rruge ai ka has prej njerëzve në gjëra që është normale t'i hasin ata që marrin përsipër këtë thirrje. Domethënë njerëzit e kanë sulmu edhe kanë luftu, e kanë pengu, e kanë akuzu e kështu me radhë, që dihet domethënë prej natyrës njerëzve. Përveç një grupi të cilit Allahu ju ka dhënë sukses për ta pranuar të vërtetën. Davetin e tij e ka filluar në qytetin Huraymila, sepse aty ka qenë i ati i tij. Mirëpo, për shkak të problemeve dhe ngushtitave që ai ka pas në atë vend,
e kalon këtë qytet, e ka braktis Hurej Milan dhe ka shku në vendlindjen e tij Ujejne. Edhe aty është lidh me princin e atij vendi, se në atë kohë do të thotë nuk ka pas aty një shtet, po secili qytet ose secili fshat ka qenë si një principat. Do të thonë që kanë pas emirin e vet. Edhe aty emiri i Ujejnes ka qenë Uthman ibn Ma'mar. Edhe ai e ka ndihmu, edhe e ka përkra davetin e tij, kështu që kanë fillu nxënësit e dijes të vinë pi vendeve të tjera, edhe Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi ka fillu ta zbatojë shariatin në atë vend, edhe i kanë rënu disa tyrbe ku është bë shirk. Edhe i kanë zbatu normat e shariatit, do të thonë siç është gurzimi i për zina ose të ngjashme. Mirë po, këtë Ibn Ma'merin e kanë mbajt me pasuri një tjetër emir. Edhe ai kur ka dëgju për këtë thirrje të Muhammed ibn Abdul Wahhabit, i ka thonë atij nëse nuk e përjashton prej vendit tanë këtë atë Muhammed ibn Abdul Wahhabin, unë do t'i ndalej do të thënë ndihma të ardhurat për ty. Edhe atëherë ai është friksu prej këtij kërcënimit, edhe e ka lënë ndihmën ndaj shehut. Mirë po, e ka nxjerr prej principatës të vet, prej imaratit të vet, edhe e ka përcjell do të thënë me respekt deri ku e ka pas kufirin ai, edhe do thotë i ka çu prej policëve të vet që ta përcjellin deri sa dale pi vendit të tij, do të thënë që mos t'i ndodhe diçka e keqe. E pas kësaj, Muhammed ibn Abdul Wahhabi ka shku në Derije. Do të thënë se princi i Derijes, Muhammed ibn Saudi, ka dëgju për Muhammed ibn Abdul Wahhabin, edhe i ka dërgu ftesë që të shkojë te ai. Edhe kur Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabi ja ka tregu atij davetin që ai e bën, edhe i ka tregu se në çka thirr, atëherë ai është zotu se do t'i ndihmoje. E ka pranu, do të thënë këtë davet, edhe është zotu se do t'i ndihmoje. Edhe këtë zotim e ka çu në vend, Allahu e mëshiroft. Atëherë në Derije ka fillu, do të thënë derset, mësimet edhe tubimet e nxënësve dijes edhe dietarëve. Edhe ka fillu, do të thënë të përhapet dituria. Edhe në këtë vend është formu një shtet islam, që ka gjyku me shariatin e Allahut, edhe i ka zbatu ligjet e Allahut. Pra prisi, pushtetari i këtij vendi ka qenë Muhammed ibn Saud, kurse këshilluesi ose udhëheqësi fetar ka qenë Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu i mëshiroft të ditë. Edhe frytet e këtij davetit vazhdojnë, do të thënë deri në ditët tona. Disa prej fryteve të këtij davetit janë përmirësimi i besimit islam, edhe pastrimi prej shirkut, bidatet dhe besëtnive që janë lidh me akiden e muslimanëve. Si dhe kthimi i normave të akides në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetër fryt gjithashtu është që pas këtij davetit ka ndodhur, do të thënë, një lëvizje ilmije. Do të thënë që njerëzit kanë filluar më shumë të interesohen për ilm, për dituri, edhe kanë filluar më shumë të interesohen për normat e Kuranit dhe Sunetit, në lidhje me akiden edhe në lidhje me të gjitha normat e islamit të tjera, qofshin të fikut ose fushat të tjera, dhe janë liru prej fanatizmit me dheb. Edhe për kësaj do të thotë janë përhap dietarë në të gjitha vendet e umetit islam. Tjetër prej fryteve të këtij davetit është gjithashtu që janë themelu universitete islame, prej të cilave kanë dalë shumë nxënës dije dhe dietarë që janë përhapur në gjithë botën, dhe në këto universitete do të janë pajis me dituri dhe me akide selefije të drejtë. Edhe ata do të janë përhapur në gjithë botën për me shpërnda këtë akide.
duke e pasu librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thotë lutim Allahun që t'ia falë gabimet këtij imamit edhe ta mëshirojë atë dhe të gjithë ata që e kanë ndihmu në përhapjen e kësaj thirrjeje, e kësaj da'wes. Pa më parasysh a janë ata trisë, pushtetar ose janë dietar. Gjithashtu dietar në atë kohë ka pas, që kanë qenë, domethënë, me akide të pastër selefie, edhe ka pas shumë dietar të cilët ka mësuar edhe vetë Muhammed ibn Abdul Wahhabi. Nuk do të thotë se tauhidi ka qenë i humbur në atë kohë. Mirëpo, shumica e dietarëve nuk e kanë marrë atë guxim që me bë thirrje kështu të haptë sikur Muhammed ibn Abdul Wahhabi, për shkak situatës edhe rrethanave që kanë qenë në atë kohë, dhe pushtetit e kështu me radhë, do të thonë se pushteti e ka përkrah bidat. Pra pushteti në shumicën e botës islame që ka qenë perandoria osmane, se në atë vend ku ka qenë Muhammed ibn Abdul Wahhabi, s'ka pas pushtet një pushtetar, po si thash kanë pas secili fshat ose secili qytet ka pas një pushtetar të veçantë. Po thash ka pas në atë kohë dietar shumë të mëdhenj dhe në vende tjera, siç është në Yemen Sheikh Muhammad ibn Ali al-Shawkani, ai ka thënë me një poezi: "Laqad ashraqat najdun binuri daya'ihi wa qama maqamatul huda bid-dalaili, fama huwa illa qa'imun fi zamanihi maqama nabiyyin fi imatati batili." Do thotë e ka ndriçu Najdin me dritën e tij dhe me argumente e ka ngrit fuqinë e udhëzimit. Edhe ai në kohën e tij e ka bë po atë që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shkatrimin e të kotës. Do të thonë sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka shkatruar batilin, ashtu edhe Muhammed ibn Abdul Wahhab në kohën e tij. Kurse dietari i madh gjithashtu i Yemenit Muhammed ibn Ismail as-San'ani rahimahullah ka thënë: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي. تمثلنا كنار لعمة سأي بوكثن شريعة فسنيك تمثل سيتكاتين وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. هذا أي بوكرهاب حابتازي çdo gjë që kanë fshehur ignorantët dhe bidatxhit, edhe prandaj është pajtohet, do të thënë, me atë që kam unë në zemër. Wa ya'muru arkan ash-shari'ati hadiman mashahid dhalla an-nasu fiha 'an ar-rushd, edhe i ngrit shtyllat e shariatit duke i rënu shtyllat e për shkak të cilave kanë deviju, do të thënë, shumë njerëz prej udhëzimit. Do thotë e ngrit shariatin duke e shkatruar batilin. Gjithashtu ky sheh i madh, do të thënë, në aktivitetin e tij që e ka pas, sigurisht e ka pas shumë nxënës. Edhe për nxënësve më të njohur janë djemtë e tij, Abdullahi, Huseini dhe Aliu, edhe nipi i tij, Sheikh Abdulrahman ibn Hasan. Gjithashtu Sheikh Hamad ibn Nasir ibn Ma'mar, Sheikh Abdulaziz al-Husayn, Sheikh Said ibn Hijji, Sheikh Muhammad ibn Suwailim, Sheikh Muhammad ibn Sultan edhe të tjerë. Do të thënë që kanë qenë për dietarëve të mëdhej, të cilët përmenden gjithashtu. Edhe për librave që i ka shkruar shumë libra, mirë po më të njohura janë këto që mësohen vazhdimisht në mesin e njerëzve. Ajo është Kitabu Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Do të thënë që përkthehet pra libri për tauhidin, i cili është obligim i robërve ndaj Allahut. Tjetër kashfu shubuhat, do të thotë largimi i dyshimeve në tauhid. Thalathatul usul, 3 themelët, të cilën do ta shpjegojmë inshallah. Nawaqidul Islam, do të thënë gjërat që e prishin Islamin, pra që nxjerrin nga Islami. Masailul Jahiliya, do të thënë çështjet që kanë qenë në jahiliet e që i ka kundërshtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar Zadul Ma'ad, mukhtasar do të thotë shkurtim i Zadul Ma'adit Ibn Qayyimit, edhe libra të tjera, shumëta. Ka vdek në vitin 1206, sipas Hijretit, në moshën përafërsisht 91 vjeçare.
të cilën e ka, këtë jetë e ka mbush me diturit dobishme edhe thirrje për tek Allahu subhanahu wa taala, si dhe me xhihad dhe mësim. Allahu e mëshiroft edhe e futet në xhennet. Ky është autori i librit Tre Themelet, kurse komentimin të cilin do ta lexojmë është prej Sheikh Muhammad Eman El-Jamit, rahimahullah. Emri i tij është Abu Ahmed, do thotë kunja e tij është Abu Ahmed, kurse emri Muhammad Eman ibn Ali Jami Ali. Ka lind në Habeshe, në Etiopi, në rajonin Harar. Fshati ku ka lind quhet Tagatab. Edhe sipas regjistrimit, dokumentat e tij zyrtare, ka lind vitin 1349. Ka fillu, është rrit në fshatin e tij Tagatab, edhe aty ka fillu me marrë mësim. E ka mësu Kuranin, edhe pasi e ka mësu përmend Kuranin, atëherë ka fillu të mësoj librat e fikhut, sipas mëdhëbit Shafi'i, Imam Shafi'ut, rahimahullah. Edhe arabishtën gjithashtu e ka mësu në fshatin e vet, te Sheikh Muhammad Emin El-Harari. Edhe mas një kohë ka dalë pi fshatit vet, se kështu kanë pas zakon, njerëzit e atij rajoni, edhe ka shku në tjetër fshat. Aty është taku me shokun e tij që me të cilën është shoqëruar, gjatë mësimit edhe gjatë hijretit që ka bën në Saudi, i cili është quajtur Sheikh Abdul Karim. Edhe mes tyre kanë pas një lidhje të fortë të vllazërisë islame. Edhe bashkë kanë shku te një shekh që është quajtur Sheikh Musa. Aty kanë mësu atë poezinë Nadhmu Zubed të Ibn Raslanit. Edhe më vonë kanë mësu tekstin e librit El Minhaj të Sheikh Ebadir. Edhe në këtë fshat kanë mësu shumë shkenca. Mas një kohë, ata kanë vendosur që të shkojnë në Saudi, të shkojnë për haxh në Mekë, edhe takohen me dietarët e atij vendit edhe të mësojnë më shumë. Kështu që prej Etiopie kanë shkuar në Somali, edhe aty kanë hip Nanie dhe kanë zbrit në Aden, rajoni i Yemenit. Gjatë kësaj rruge, siç ka treguar shehu, kanë pas shumë rreziqe edhe në deti edhe në tokë, sepse në atë kohë, në ato vende nuk ka pas siguri. Atëherë pi Adenit është nisë në kam deri në Hudejde, ku i ka zonë muji Ramazan, edhe aty kanë qëndru derisa e kanë agjeru Ramazanin krejt, pas Ramazanit janë nisë për Saudi, edhe kanë shku në Samita, pastaj në Ebu Arish, derisa kanë fitu leje për me shku në Mekë. Edhe këtë rrugë kanë bë në kam. Për derisa kanë qenë në Yemen, disa Haxhallar të Yemenit i kanë paralajmëru se në Saudi ka, Vahabi, edhe murujt prej thirrjes Vahabive. Kur ka shku, në Mekë, kam rrinë vitin 1369, kohën e haxhit, e ka kry haxhin, edhe ka fillu me marrë mësim në Mesjid el-Haram, ku ka pas shumë dietarë, që kanë marrë mësime në për ta. Ka përfitu për Sheikh Abdul Razak Hamza, Sheikh Abdul Haq El-Hashimi, Sheikh Muhammad Abdullah El-Sumali, edhe të tjerë, rahimahullah. Gjithashtu në Mekë është njoftu me Sheikh Abdulaziz ibn Bazin, rahimahullah, edhe ka shku bashkë me ta në Riyadh. Në kohën kur është hap në Riyadh një institut shkencor, ashtu i kanë thënë El Mahed El Ilmi, ajo ka qenë si shkollë mesme. Kjo, ka ndodhur në fillim të viteve të 70-ta sipas hijretit. Në këtë shkollë, shok të klasës i ka pas Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad, Sheikh Ali ibn Muhanna al-Qadi. Që ka qenë, kjo Ali ibn Muhanna ka qenë gjykatës supreme të Medinës, më përpara. Gjithashtu,
me ta kanë shku bashkë edhe në për mësimet e shumta në Riyadh. Edhe ka përfitu shumë mësim prej djetarit madh, fekihut edhe usuliyut Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, i cili ka qenë atë kohë mufti i Arabisë Saudite. Ka mësuar edhe te Sheikh Abdulrahman al-Ifriqi, edhe gjithashtu ka përfitu shumë prej Sheikh Abdulaziz ibn Bazit rahimahullah. Allah i mëshiroft të gjithë këta. Edhe te Sheikh Abdulaziz ibn Bazit, do të thënë, ka fitu edhe diturit shumë, po ka fitu edhe shumë prej moralit të tij. Do të thënë, Riyadh përderisa ka qenë, ka mësu te Sheikh Muhammad Emin al-Shankiti, Sheikh Hamad al-Ansari, që ka qenë muhaddith, edhe dietar shumë i madh. Edhe është ndiku shumë prej Sheikh Abdulrazak al-Afifit, gjithashtu që ka qenë shoki i Ibn Bazit. Edhe sa që edhe mënyrën e dhënies të mësimit e ka imituar edhe, do të thënë, e ka imituar sheikhun e tij, Abdulrazak Afifin. Si dhe ka mësuar te Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Saadi, edhe masi janë do thot kanë pas shumë kontakte me zvete përmes letrave. Ka mësuar gjithashtu te Sheikh Muhammad Khalil Harras, edhe prej tij është ndiku shumë, po ashtu, dhe te Sheikh Abdullah al-Qaraawi, rahimahullah. Rahimallahu al-jami'. Si të thamë, shkollën e mesme ka mbaru në Institutin Shkencor në Riyadh, pastaj në Fakultetin e Shariatit. Edhe ka diplomu në vitin 1380, sipas Hijretit. Pastaj magjistraturën e ka marrë në Shariat në Universitetin e Punjabit në vitin 1984, sipas kalendarit gregorian, si e thoj, miladi, do të them. Kurse doktoratin e ka marrë në Kairo. Tjetër temë këtu thot pozita e tij në ilm, edhe lëvdatat e dietarëve për ta. Sheikh Muhammad Eman al-Jami ka pas pozitë shumë të lartë në mesin e dietarëve. Ata e kanë përmend, do të thënë, me lëvdata të shumta, bile edhe kanë pas, do thot, besim shumë të madh në akiden e tij, saqë kur ka qenë hala student ose nxënës në Riyadh, Sheikh Abdulaziz ibn Bazi rahimahullah e ka pa se çfarë inteligjencë dhe kujdes ka për me mësu, prandaj e ka çu te Sheikh Muhammad ibn Ibrahimi, dhe Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh i ka dhënë leje që t'japë mësim në shkollën e Samitas, do të thënë në Xhazan. Tjetër argument që tregon se çfarë besimi kanë pas dietarët në tekaj edhe te akidja e tij, është se kur është çel Universiteti Islamik në Medinë, e kanë thirrë, do të thënë, kur është bë Sheikh Ibn Bazi rektori i universitetit, e ka thirrë, i ka çu thirrje këtij Muhammad Eman al-Jamit, rahimahullah, që t'jape mësim lëndën e akides në Universitetin Islamik në Medinë. Në fillim ka dhënë, do thotë, ka dhënë mësim lëndën e akides në shkollë të mesme, pastaj në Fakultetin e Shariatit. Edhe Sheikh Ibn Bazi rahimahullah ka thënë në një libër të tij, do të thënë, basi është ba mufti i Arabisë Saudite, ka thënë për Sheikh Muhammad Eman al-Jamin, aja është i njohur tek unë për dije edhe vlerë dhe akide të mirë, si dhe për kujdes edhe aktivitet, do të thënë, në thirrje për tek Allahu subhanahu wa taala dhe paralajmërim për bidatet dhe devijimet. Allahu ja fal të këqijat dhe e futet në xhennet. Dhe ja përmirësoft pasardhësit e tij dhe na bashkoft neve dhe juve me të në xhenetin e tij. Do të thënë, kjo është sigurisht pas vdekjes së Muhammad Eman al-Jamit. Gjithashtu këtu ka lëvdata prej Sheikh Salih al-Fawzanit, rahimahullah, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Omar ibn Muhammad Fallate, i cili gjithashtu ka dhënë mësim në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë drejtor i shkollës Darul Hadith në Medinë. Edhe prej dietarëve të tjerë, do të thënë,
nuk ka nevojë të gjitha të lexojmë, ka lëvdata të shumta për Sheikh Muhammad Eman al-Jami. Disa prej librave të tij janë si për shembull libri As-Sifatul Ilahiyya fi al-Kitabi was-Sunnati an-Nabawiyya fi Dawi al-Ithbati wat-Tanzih, do të thotë për emrat dhe cilësitë e Allahut. Pastaj adwa ala tariq ad-da'wati ila al-Islam, drita në rrugën e thirrjes për në Islam, Majmu Rasail al-Jami, do të thënë që i kanë përmbledh librat e tij ose shkrimet e tij në një libër rreth akidës dhe sunetit, libër me titullin Al-Muhadaratu ad-Difa'iyya an as-Sunnah al-Muhammadiyya, i cili në realitet ka qenë ligjërat që e kanë bajt në Sudan në vitin 1383 Hijri. Ligjërat mbrojtëse për sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një libër të vogël me titullin Haqiqatu ad-Demokratiyya wa annaha laysat min al-Islam, do të thënë realiteti i demokracisë dhe sqarimi se ajo nuk është prej Islamit. Gjithashtu edhe libra të vogla si Haqiqatu Shura fil Islam, do të thënë realiteti i këshillës ose këshillimit në Islam. Sigurisht e kuptoni se ata që e përkrajnë demokracinë dhe parlamentin thonë se është sikur puna e këshillit në Islam, Mezlisu Shura. Edhe libër me titullin Al-Aqidatu al-Islamiyya wa Tarikhuha, do të thënë besimi Islam dhe historia e tij. E të tjera. Do të thënë një njerë që ka këtë poezi, një njerë që ka këtë pozit në te dietarët, edhe që ka mund, do të thënë edhe përpjekje në thirrje për tek Allahu subhanahu wa taala, sigurisht se ka shumë nxënës. Edhe ka pasaj shumë nxënës edhe për mrena Saudis edhe për jashtë, që nuk mund të numërohen. Mirë po, më të njohshmit, nxënësit më të njohshëm të tij kanë qenë Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, Sheikh Zaid ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, Sheikh Ali ibn Nasir al-Faqihi, i cili është, më thënë, jep mësime në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe më përpara ka qenë profesor në Universitetin Islamik. Sheikh Muhammad Hamud al-Waili, gjithashtu që jep mësime që ka dhënë mësime në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Abdul Qadir ibn Habibillah al-Sindi, Sheikh Salih ibn Saad al-Suhaimi, pashtu profesor në Universitetin Islamik edhe jep mësime në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Bekr ibn Abdullah Abu Zaid, i cili ka qenë antar i komitetit të dietarëve të mëdhej në Arabi Saudite. Sheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, i cili është profesor në Universitetin Islamik. E të tjerë, do të thënë mjafton vetëm këta, ku mjafton të shihet pozita e nxënësve të tij për me kuptu pozitën e mësuesit të tyre. Gjithashtu këtu përmend edhe disa aspekte të moralit të tij. Thot ai rahimahullah ka qenë këshillues. Edhe ne besojmë se ka qenë për hir të Allahut, sipas librit dhe pejgamberit të tij, drejtuar, do të thënë këshill drejtuar udhëheqësve të muslimanëve dhe muslimanëve në përgjithësi. Edhe kjo pjesë e moralit të tij shihet, do të thënë me fare pak analizë në jetën e tij, sepse shihet se gjithë jetën e ka dhënë për ta shpjegu edhe për ta përhap akiden e selefëve të devotshëm. Edhe këtë ka bën përmes mësimeve, shkrimeve të librave, ligjëratave, edhe refuzimeve kundërshtarëve të Kuranit dhe Sunetit. Gjithashtu ka qenë i drejtë edhe mesatar në refuzimet që ja ka bën kundërshtuesve, duke u largu prej fanatizmit dhe epshit. Nën dy, përzierja e pakt me njerëz. Do të thënë, Sheikh Muhammad Eman al-Jami, rahimahullah, ka qenë i njohur se pak është shoqëru me njerëzit, përveç se në çështje që ka pas hajër. Se shumica e kohës edhe ditëve të tij kanë qenë të mbrojtura. Edhe për këtë ka qenë shumë i njohur, se do të thënë për shtëpisë të tij
ka dalë vetëm në punë, kur ka shku në universitet, pastaj është kthy në shtëpi, pastaj ka shku në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me dhënë mësime mas namazit të akşamit, mas namazit të qindis, pastaj mas namazit të akşamit edhe mas namazit të yatsis, si dhe pas namazit të sabahut. Domethënë ka pas në të gjitha këto kohë mësime në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mësime në universitet. Tjetër, edhe do thotë kështu ka vazhdu deri kur është rinj shtrat, ma që s'ka mund të qohet. E ka pas gjuhën e mbrojtur, se do të thonë nuk ka fol fjalë të kota ose fjalë të fliqura, nuk ka fol akuza dhe shpifje për njerëzit, as nuk e ka përgoju askënd. Po gjithashtu edhe nuk ka leju në prezencë të tij të përgojohet dikush. Nuk ka leju gjithashtu të transmetohen fjalë edhe të meta të njerëzve, kur dikush prej nxënësve të dijes e ka bën këtë me gabim, do të thënë kur dikush prej nxënësve të dijes i ka tregu për gabimin e dikujt, e ka kërku kasetën që ta dëgjoje ose librin që vetë ta lexoje. E kur e ka pa se dikush do të thënë me të vërtet ka gabu, edhe është gabim në bazat të shariatit, atëherë i ka thonë edhe i ka bërë të vepra që i ka obligim, do të thënë e ka këshillu edhe e ka refuzu gabimin. Gjithashtu ka qenë shumë falës që ja u ka falë njerëzve. Ka qenë shumë i butë, do të thënë edhe shumë nuk i ka marrë inat ose hidhrim askujt. Edhe kur dikush ka kërku, se kuptohet ati shumë i kanë bë padrejtësi, do të thënë shumë kanë folë, dini sigur të gjithë ata që flasin për menhexhin selefi, njerëzit akuzojnë me lloj-lloj akuza. E disa prej atynve kuptohet më vonë kanë kuptuar se e kanë gabim pse kanë folë ashtu, edhe i kanë kërku falje. Mirpa i ka thonë, Arjullaha ta'ala alla yudkhila ahadan an-nar bisababi, ka thonë shpresoj ose i lutem Allahu subhanahu wa taala që mos ta fusë në zjarr askën për shkakun tim. Edhe ja u ka falë të gjithëve që kanë folë, që e kanë akuzuar, do të thënë që kanë dhënë shpifje kundër tij, edhe ka thonë nuk ka nevojë askush të vije të më kërkojë falje mu, sepse unë u kam falë të gjithëve. Edhe i ka thonë atyne që kanë qenë prezent kur i ka thonë këtë fjalë, që mi tregu secilit që kanë mundësi për këta. Do të thënë mos më ardh dikush mi kërku falje pse kanë folë për ty kështu e kanë folë ashtu. Ka qenë shumë i kujdesshëm për nxënësit e tij, edhe është interesu për gjendjen e nxënësve. Do thotë i ka përkushtu kujdes të veçantë nxënësve, dhe kujdesi i tij për nxënësit nuk ka mbaru kur ka mbaru mësimi. Por ka shku, do të thënë kur kanë pasur ata ndonjë munasebe, edhe ka pyet për gjendjen e tyre, është mundu mi ndihmu në zgjidhjen e problemeve dhe në familje dhe në çështje tjera, do të thënë përgjithësi ai e ka sakrifiku pasurinë edhe pozitën e tij, si dhe kohën për me ndihmu, do të thënë atyre që kanë pas nevojë prej nxënësve të tij. Edhe për këtë shkak, kjo sjellje e tij ka lënë shumë ndikim të nxënësit e tij. Prandaj e kam dashur shumë, edhe unë personalisht më thënë muj me dëshmu se e kam pa ata që kanë mësu të aj, sidomos Sheikh Abdullah al-Bukhari, më thënë të i cili unë kam shku ma shumë edhe kam prezentu, e përmend shumë shpesh, edhe në mënyrën më të mirë, që ndoshta as prindrit e vet nuk i përmend ashtu. Pra në përgjithësi, Sheikh Muhammad Eman al-Jami, rahimahullah, ka pas shumë cilësi të mira të moralit. Edhe këto që u përmendëm këtu, janë një pjesë e vogël, po mjaftojnë wallahu a'lam. Akidja e tij kuptohet se sigur çka thamë më herët, mjafton mi ditë nxënësit e tij për me kuptu se çfarë akide ka pas. Ai gjithë jetën e ka kalu duke i mësu, do të thënë njerëzit, duke i shpjegu librat e akides siç janë akide wasitije, al-fatwa al-hamawiyya, edhe akide tadmuriyya, do të thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah,
شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، الإيمان، ثلاثة الأصول، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، مثلا libra të Muhammed ibn Abdul Wahhabit. Kështu me radhë, mos t'i lexojmë të gjitha. Pra, këtë mësimet e tij janë në shpjegim të akides selefie. Gjithashtu edhe refuzimet që ka bërë bidatxive si esharive, sufive, shiave, rafidive, domethënë, edhe sekteve të tjera tregojnë se ai deri në çfarë kufiri e ka mbrojt akiden selefie. Në fund të jetës së tij, Allahu e ka sprovu me një smundje të rëndë që e ka shtrin shtrat, domethënë. Edhe ka net rreth 1 vjet, domethënë i shtrin në shtrat. Edhe ka tregu durim dhe shpresë në shpërblim. Në mëngjes të ditës së mërkur, në 26 Shaban, vitin 1416, ka vdek. Edhe ja kanë falë gjenazën mas namazit të drekës. Dhe është varros në varrezat Baqiul Qarqad në Medinë. Varrimin e tij ka marrë pjesë një numër i madh i dietarëve dhe gjykatësve, si dhe nxënësve të dijes e të tjerë. Edhe me vdekjen e tij ka ndodhur një mangësi, mesin e dietarëve veprues, që i frikojnë Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahut që t'ia falë çdo gabim dhe ta mëshiroje, dhe muslimanëve t'ju zëvendësoje numër edhe më të madh të dietarëve të ngjashëm me këta. Amin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.